Bashkëkryetarët për reformën zgjedhore Damian Gjiknuri dhe Erdal Bylykbashi pritën një takim delegacionin e Odirit. Ata informuan për ecurinë e deri tanishme të punës në Komisionin e Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Ashtu njoftuan se javën e ardhshme do të prezantohet nga ekspertët para anëtarëve të komisionit projekt ligji i ri për financimin e partive politike. Me miratimin e këtij projekt ligji, që ishte edhe prioriteti i parë, komisioni nis punën për adresimin e rekomandimeve të OSB e Odirit sa i takon kodit zgjedhor. Misioni i Odirit është i angazhuar të bashkëpunojë ngushtësisht me ekspertët e komisionit për gjetjen e zgjidhjeve teknike që adresojnë rekomandimet në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare për zgjedhjet. Në nisje të këtij muaji u mbajtë edhe tryeza e Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, ku u diskutua për financimin e partive politike. Një bashkëbisedim dhe konsultim me të gjithë aktorët e interesuar, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspert ligjor dhe partner ndërkombëtar. Kryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri u shpreh se bashkë me opozitën kanë vendosur të dalin me një draft të përbashkët. Ai tha se shëndeti financiar i partive dhe konsolidimi i tyre lidhet drejt për drejt me forcimin e demokracisë, ndërsa bashkëkryetari Erdal Bylykbashi mbështeti rëndësinë e transparencës për shmangjen e korrupsionit dhe ndikimin e faktorëve kriminal të huaj. Ekspertë të brendshëm të Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore kanë prezantuar disa nga kufizimet në financimin e partive politike. Dy partitë kryesore kanë dhënë kështu sinjale të qarta se kanë ide të përafërta që do të rezultojnë së shpejti në propozimin e projektligjit të parë të reformës zgjedhore, që është pikërisht financimi i partive politike në vend.